Po shqo kjo, momentalisht kjo kriza e ngritjes të çmimeve të naftës është problem global dhe fatkeqësisht që na ka qelluar mund fushatën e mbjelljeve pranverore. Normal që kjo ndikon në ngritjen e kostos së prodhimtarisë së bujkut, i cili shumica dërmuesve bujqve tonë çdo ngritje, çdo që të them ngarkesë e kësaj kostos së prodhimtarisë ndikon negativisht, gjithsesi ndikon që mos të ketë përfitime të mëdha, nganjëherë edhe kemi edhe humbje tek këto raste. Mirë po, s'kem çka të bëjmë, duhet të pajtohemi me fatin. Bujku duhet stimulohet në farë forme, prej dikuj duhet stimulohet, gjithsesi të ndihmohet të përkrahet në këtë telashe që ju ka dalë. Unë mendoj se këtu ka edhe duhet ta kërkojmë edhe fajturin. Fajtori numër 1 është problem global, do të thotë ka ndikuar kjo kriza e Iranit me Amerikën. Mirë po, dikush duhet ta përkrahë në kuadër të shtetit vet, qeverisë vet, dhe të ndihmoj bujkut që mos të prodhoj me humbje, mos të ketë telashe të mëdha. Qeveria pa të quë ligjin për çmimin tavan, e pa të ofruar në parlament për miratim, dhe u miratua dhe për kjo për bujkun ishte një lajm i mirë. Po edhe për konsumatorën përgjithësi. Megjithatë, tash për tash mos aprovimi i këtij ligji për çmimin tavan e ka prek bujkun. Dhe kush janë fajtorët, se kanjerë na nuk di me gjetë atë lomshin, atë fijen e lomshit. Na si sindikat jemi të mllefosur në kopjen e institucioneve tona, duke filluar prej prokurorisë, gjyqësisë, tash fatkeqësisht na del nganjëherë edhe gjykata kushtetuese, sepse gjykata kushtetuese këtë ligj e anuloi. Dhe po mund thomi pa qeveria momentalisht, ndihma e qeverisë ad hoc për kërkon nuk është e mirë. Por mira e asaj na kish me qenë që me ligj të jetë një ligj ku në rast nevoje të intervenimeve të ketë qeveria një ligj dhe të ndihmoj qoftë konsumatorët, qoftë në këtë rast bujqve. Sepse bujku sot tokën e punon me mekanizëm bujqësor. Dhe pa naftë nuk ka punë, nuk ka prodhimtari bujqësore. Përpara kanë punuar me kuale, me kije, tash nuk ka kuaj më. Tash ka veç mekanizëm bujqësor. Dhe mekanizmi bujqësor nuk funksionon pa naftë. Bujku, unë kam një veturë, unë muj mos me dhezë veturën, s'humbi kurrë. Po nëse traktoristi nuk e ndez traktorin, ka humbje. Humbaj vetë, po humbëm edhe na si shoqëri. Po tash kjo ngritja e çmimeve po del dikon rreth 60% e ngritjes çmimeve. 60% ngarkohet prodhimtaria bujqësore tek bujqit, sepse ka edhe tjera telashe bujku, fatëparësisht si vjet çmimet e plerave dhe të repromaterialit tjetër nuk është më i lartë, do thotë është barabar me vitin e kaluar. Një e mirë është që bujku po subvencionohet. Po subvencionohet me subvencione jashtëzakonisht përshtatshme dhe bujku është shumë i kënaqur. Bujkun qeveria e subvencionon edhe në naftë edhe në plehra. Po që kjo ngritje 70% po them, se unë nuk e di bashkë 100% sa është, që kjo ngritje e ngarkon qatë përqindje, me qatë përqindje ngarkon edhe prodhimtarin bujqësor. Na si sindikat kemi vërejtje te këta naftëtarët, që pjesa dërmuese e tyre janë bo miliarderë. Dhe tash kanë kërkuar m'ja hiq të vëshën edhe aksizën, pa mos syrin këta edhe këta kanë herë dhe të bohën pjesë e qasajna problemeve të bujqësve, pse jo edhe këta pak me prekat qatë pasuni miliardere, me thonë të ja s'pja rritëm
një 2 muaj des ose 3 muaj des fi arritëm, sepse pe qasaj pe dorëve të bujqve na po hambë, edhe pe kem prodhim tanin tonë. Nëse na nuk mendojmë të gjithë me ndihmu çdo sektor, me i dalë krah njëri tjetrit, atëherë çka? Çfarë vetdije kemi na? Unë kam shpresë se bujqet tonë kanë një traditë të kultivimit tokave bujqësore nganjëherë edhe me humbje. Sepse përveç që ka traditë kështu edhe nuk mund e sheh tokën e vet batat. Ai nuk mundet me humbë edhe kontinuitetin atë zinxhirin prodhues. Nëse tani nuk e merr e hub një hap që tu, ai hap do t'i kushtoj ma vonë. Sepse i mbetet toka djarrin, aja ka pas planifikuar ta mbjell për shembull patate ose misër tash, edhe në vjesht ta mbjell grurin, sepse kjo qarkullimi kulturave bujqësore luan rol jashtëzakonisht madh. Dhe ky është një faktor që na si sindikat po shpresojmë se nuk do të ndikon qaq shumë që me sipërfaqe të tëra. A do të ketë? Po, do të ketë. Do të ketë se shumë bujqë janë në gjendje që me pak sen lodhet edhe bjen. Prandaj, po, me siguri ka me pas raste që për mungesë lëvërdisë nuk ma mirë për to ekonomikisht me lanë tokën pa punu, se sa me i me punu me humbje.